Të gjithë kemi parë këtë titull lajmesh, një GoFundMe për fëmijë që duhet të kurohen urgjentisht jashtë vendit, apo thirrje të tjera për ndihmë financiare. Por një nismë qytetare synon ta ndryshojë këtë realitet, ku përgjegjësinë për raste të tilla duhet ta mbajë vetë shteti. Nisma për fëmijët me sloganin "Një firmë sot, një jetë nesër" synon që të mbledh 20.000 firma qytetarësh në mbështetje të një projekt ligji që detyron shtetin të financojë kurimin e fëmijëve nga 0 deri 18 vjeç jashtë vendit, kur trajtimi nuk jepet në spitalet tona publike. Si lindi ideja dhe kush e hartoi këtë projekt ligj? Zëri pyeti nismëtarët dhe aktivistët e këtij projekt ligji. Rasti fundi që ta spundon në finale ka qenë një rast në Korçë, i cili krijoi shumë dëshpëri në fakt dhe na bëri të mendojmë një moment që standardi nuk mund të jetë standard lypje. Kërkojmë për lekë për ndihmë financiare tek organizatat, tek zemërgjësia njerëzore. Duhet të ketë një standard shtetëror, te duhet marrë përgjegjësi. Në bazë të kësaj u krijua një grup punë fidestar i cili u mor me shikimin e kuadrit tonë ligjor, hulumtimin e brendshëm të gjithë kuadrit ligjor regulator që lidhet me ofrimin e këtij shërbimi, mandej dhe tati europian, për të parë rastet e ngjashme, për të parë mënyrën si është trajtuar dhe bazuar kuptohet edhe tek çdo konvent ose e ngjashme që ekziston në lidhje me këtë problem. Kjo është një nismë që lindi në qytetin e Korçës, nga një grup qytetarësh korçar. Unë mbështet patjetër dhe nga teknicienët fushave të ndryshme, juristë, të cilët u morën me hartimin e projekt ligjit. Jemi mbështetur kryesisht në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Konventën Europiane të drejtave të fëmijës, në ligjin aktual, në ligjin e posaçëm për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, njëkohësisht dhe në direktivat e BE-s, në legjislacione të ngjashme të shteteve fqinj, edhe anëtare të BE-s. Patjetër ky është një ligj i posaçëm, i cili nëse do të miratohet do të ketë në fokus të vet vetëm grupmoshën 0 deri 18 vjeç, për ato sëmundje që sistemi shëndetësor shqiptar nuk i trajton dot, për shkak pamundësive në teknologji, në pajisje, në mjek, në specialitete kështu me radhë, ose në raste të mungesës së diagnostikimit, pikërisht po për këtë arsye. Dhe ky ligj ngarkon shtetin që të paguajë çdo faturë financiare dhe kur ta fëmijë do trajtohen jashtë shtetit në klinika të ndryshme. Si po pritet kjo nismë në terren? Për ishtë të vërtetës, ne jemi si aktivistë jemi me eksperiment të gjatë në iniciativa qytetare, nismat qytetare, po për të qenë sinqert, si kjo nismë nga aspekti i pritshmërisë së publikut, unë besoj që ka qenë më e larta dhe më e lehta për ne për t'ju komunikuar qytetarëve. Dhe këtë e them sepse në çdo qytet që kemi vajtur, ne jo vetëm e kemi pasur më të lehtë për të thirrur qytetarët edhe për të bashkëbiseduar, po dukshëm ato që në fakt konsideroheshin si raste personale të familjeve të cilat i zinte halli, që edhe ne kemi pasur në familjet tona të fëmijëve që nuk gjenin dot shërim brenda vendit, dhe familjet e tyre janë raskapitur në një farë forme financiarisht, por jo vetëm për të gjetur shërimin e fëmijëve. Kemi kuptuar që kur kemi dalë në terren, nga raste personale në fakt kemi të bëjmë me raste shoqërore. Së pari, projekt ligji shmang vulnerabilitetin, shmang burokracinë, e bën të detyrueshëm shërbimin mjekësor për të gjitha diagnozat e rënda ose rastet aksidentale të cilat duhet shkojnë për trajtim jashtë vendit ose në klinika private të specializuara, por që kërkojnë mbështetje financiare. Dhe duke i bashkuar të dyja, këto mundson që shërbimi të vijë i shpejt, të vijë pa vonesë. Ligji vetë është i automatizuar së brendshmi, pra sistemi vihet në lëvizje vetë, është gjithashtu i vetë kontrollueshëm dhe ne jemi kujdesur të futim brenda një parim shumë të rëndësishëm, që është parimi i proporcionalitetit, i cili siguron ndarjen dhe gjykimin rast pas rasti. Nga llogaritjet që kemi bërë ne në bazë të statistikave për të rasteve vjetore të viteve të mëparshme, mendojmë që është i papërfillshëm. Pra, shteti ka mundësi që të përballojë një buxhet të tillë. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që nëse shteti do ta miratonte një ligj të tillë, patjetër që për të ulur faturën e vet financiare, që patjetër ka një vlerë, por nuk është ndonjë vlerë e papërballueshme, patjetër do synonte të rriste kapacitetet e veta, duke ofruar mjek, pra specialitete mjekësh, pajisje kështu me radhë. Pra do ta çojë shtetin para një përgjegjësie më të madhe për të rritur kapacitetet e veta. E para që garanton ky ligj është që shteti zhndrohet në përgjegjës për jetën e fëmijës. Jo vullneti i prindrit për të njohur ligjin, për të ditur se si kalohet burokracia, për të plotësuar formularin, për ta marrë apo për të mos e marrë një etapë të caktuar. Jo,
ne e zhvendosim nga përgjegjësia familjare, le të themi, për të plotësuar procedurën në përgjegjësinë institucionale. Shteti që menjëherë sapo identifikohet rasti, i mbetet bara për të bërë gjithë procedurën. Mbështetja është shumë e rëndësishme. Ne tashmë jemi në procesin e mbledhjes të 20.000 firmave, 20.000 vullnete të shprehura qytetarësh. Cila është thirrja që bëjnë aktivistët për qytetarët? Është shumë e domosdoshme që t'i mbledhim të gjitha firmat në kohë. Unë do doja t'i bëja thirrje të gjithë qytetarëve pavarësisht qëndrimeve të tyre politike. Kjo nuk ka të bëjë me politikën, kjo ka të bëjë me jetën. Pra, nuk bëhet fjalë për interesa politik, bëhet fjalë për interesa madhore të jetës së qytetarëve dhe ne këtë mund të arrijmë vetëm me solidaritet, vetëm duke u bërë bashkë.